Parku Natyror Porto Palermo përbën një vlerë të çmuar natyrore dhe historike. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka ndarë në rrjetet sociale pamjet të kësaj zone dhe bimësinë e saj mbresëlënse. Porto Palermo është gjithashtu një habitat mjaft i rëndësishëm për specie të tjera me vlerë. Parku Natyror Porto Palermo është shpallur me vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 2022, kategoria e 4 e zonave të mbrojtura. Parku Natyror i Gjirit të Porto Palermos ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 1.694.098 hektar, nga e cila 1.490.004 hektar ose 87.93% janë sipërfaqe detare dhe 204.058 hektar ose 12.07 janë sipërfaqe toksore. Zona e Porto Palermos, Llamanit, sidomos Gjiret janë një burim shumë i rëndësishëm për peshkimin dhe marin kulturën. Livadhet me Posidonia formojnë lëndina nëndetare, hapësira e pastër detare bregdetare me vlera nënujore, ende të paprishura si prania e mbetjeve arkeologjike, amforat e shekullit të dytë para Krishtit është fantastike për zhytësit. Në zonë janë dhe 3 qendra të rritjes së peshkut marin kultur.